ta mbështesim doktoreshen Feride Rushiti. Këtu është vendi, jo jashtë. Kush nuk pe bën forumin, po ju pyes juve. Kush po e çon vendin zgjedhje? Ka luftu për kauzën më të ndihshme në kohën kur këto institucione nuk e kanë ngrit zërin për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Andaj vetëm një mesazh e kam. I ftoj të gjithë kolegët, deputet, pozit e opozit. Sot ta mbështesim doktoreshen Feride Rushiti, t'i jepim zgjidhje kësaj krize institucionale. Ne tashmë kemi dëshmu se nuk e kemi për pushtet, ne tashmë kemi dëshmu që ne nuk luftojmë që t'i marrim gjitha pozitat. Kjo pozit edhe në të ardhmen duhet me qenë jashtë partijake, sipas mendimit tim, dhe mos të jetë më asnjëherë gur për të, si me thonë, i cili është penges në konsolidimin e institucioneve. Sot kemi mundësi këtë ditë bukur ta përmbyllim me një vendim edhe më të bukur, ku ne dalim me një emër, jemi dalë me një emër, jemi 2 kandidate, por më rëm u dëshmu që doktoresha Feride ka mbështetjen më të madhe, andaj i ftoj gjithë të vinë. Këtu është vendi, jo jashtë. Unë ju lus për asni... Nuk po e konteston opozitat e kaluar në zonjës Rushiti. Ata po thonë që jeni duke shkel kushtetutën, nuk ka kvorum. Vlerësojeni, po shiqo kvorumi bëhet pikrisht me prezencën e tyre, janë i morizotri, kënd pe akuzojnë. Neve që jemi këtu, apo ata që me komoditet dikusot qoftë jonë duke pushu, duke qëndru në ambjente që nuk ish dashtë, se nuk jonë pagu, nuk jonë votu, që sot jenë diku jashtë të institucioni. Kush nuk pe bën kvorumin, po ju pyes juve. Kush po e çon vendin zgjedhje, po ju pyes juve. Ku duhet konsultuemi? A duhet këtu apo diku në për kafe, si të kaluare?